Kështu, e para tek mediat, ne po du me thonë edhe një gjë që po e thonë edhe për të dytën herë që ne nuk kemi munguar asnjëherë, në asnjë debat. O ka marrë pjesë ministri, o ka marrë pjesë deputeti, o zavës kryeministri. Rallë keni qenë, zoti Bajqinov, si rallë shumë. Jo. Sepse ne në media punojmë edhe i dim ftesat që janë bërë. Po, veç, une po e them, parlamentarë dhe për nashta mund t'jem pak disa pak ma që kemi qenë shumë ma të ekspozuar media, por besoj që mjaftu shumë kemi dalë për të treguar për çka do që ka pas nevojë, si për mirë ose si për diçka që ka mund të ngecë. Unë, kur them, pyetja ke se cili është solucioni për këtë, unë e thash edhe një herë, ne kemi diskutime me nismën, edhe me partitë minoritare, edhe unë besoj që edhe hapi i radhës, them gjithmonë pas konstituimit të kuvendit dhe të zgjedhjeve trupave të kuvendit, sepse trupi i kuvendit është kryetari nën kryetarët, e pastaj komisionet, kryetarët e komisioneve dhe anëtarët. Unë besoj shumë që nuk do të shkoj larg dhe do ta kemi të votuar kryetarin e kuvendit, në këtë rast Albulin Haxhiu, nuk do të shkoj i bindur jam as 10 ditë, edhe do të kemi një zhbllokim dhe unë besoj që është duke u diskutuar për modalitetet e marrëveshjeve për koalicionin qeverisë. Nuk besoj që do të kemi blokad të gjatë, edhe ju e dini një gjë që kemi pas blokada 4 mujore për para. 6 mujore. 6 mujore, por ka qenë një problem. A pse po ngushëllohën ju me çka qenë? Po ka dalë veç një minutë, se zakonisht, veç lejem, rregulloria e kuvendit, ta bën ty të duket aq problematike, sepse çdo 48 orë. Për para nuk ka qenë kjo rregullore. Andaj, kjo çështje është çdo 48 orë është e mundimshme, e lodhshme, e shohim edhe në publik, populli po kërkon sa më shpejt të organet e kuvendit të konstituohen, por ja ku jemi, e kemi një opozit e cila del me emra të përveçshëm, edhe e Po që janë të juajt megjithatë, nuk po thonë nga partia, nga partitë tona. tona. Po, veç kjo është Pas mund me me dy diktue teha për të bërë edhe ndoshta edhe përçarje. Qëllimi i opozitës është për bërë. Po ku e din ata voton? Andaj unë mendoj që është ik me dy teja dhe lëvizja vetëvendosje shumë thjesht, shumë qartë e ka bërë publike emrin e kandidatit dhe let zhbllokohet kuvendi dhe të shohim kush po e themelon qeverinë. Themelimi i qeverisë do të bëhet nga lëvizja vetëvendosje dhe kryeministri i detyrat Albin Kurti. Këtë e keni të sigurt. Këta po e din, andaj kanë mirë në kjo opozitë. A mund tjetë edhe e kundërta, zoti Bajqinov, që unë s'do të mirëm shumë e analizë, nga që kemi edhe raste tjera këtu në studio, përderisa ju kemi juve përballë, a mund tjetë edhe e kundërta sipas atyre që thonë se ju nuk i keni numrat për të qeverisur dhe me qëllimin e duke bërë zhagitjen, duke mos ndryshuar emrin e zonjës Haxhiu, po flas pak po e bëj edhe avokatin atyre që ju kundërshtojnë dhe pak më herët që kanë filluar të ketë lëvizje që deputet saktuar t'ju votojnë, jo domosdoshmërisht jetë kjo si vullnet i partisë. Tash pas ka edhe disa deklarimet e fundit ku zoti Geci thotë se ka telefonuar zoti Konjufca duke i thënë se Gani Geci? Po, se çfarë kërkon që vajza juaj ta votoj kryeparlamentarën. Do thotë janë disa informacione tash i pas ka bërë këto deklarata në një studio tjetër. Se thuhet çfarë kërkon. Unë nuk kam informacion që zoti Konjufca ka telefonu, edhe pas nesër kur e kemi takimin mund të marrë, por unë nuk kam informacion sot, zoti Konjufca ka qenë prezent sot në